e kemi një kuvend gatshëm edhe në për borë, edhe në për shi, edhe në për breshën, edhe në për djellë, edhe në për... Në çfarë do moti, me dalë në seanca. Seanca e 21 nëse s'gaboj, ke të shtunën. E 21 ka konë. E 21? Dilën, dja konë. Dja par dja, të shtunën nëse s'gaboj ka qenë. Dja ka qenë. Dja më bajtë. Dja. Se i bjen një javë, tash e këna bo me randë, masi është çdo 2 ditë, një javë i bjen shtunën, një javë dilën, një javë shtunën, një javë dilën. Mja u lëmë pushim edhe këtyne një në javë të shtunën, një në javë të djele. Tash e këna mësu, kur i bjen, qysh ase, të këshyrim diku ka, qka pi bjen, tash do më thonë jemi me 26 maj, bashkë po më interesan, tash me këshyr planet mi bo, për shamu me 2 shtator, në cilën datë, a ka mira me 2 shtator, a me 1 shtator, seanca. Po se ke që kemi marrë në qafë që së më po bojmë planifikime për vikend, së më po largohen se... Të putata? Po, po i mbledhe njerë më ditje tani, kur shkojnë pushim, shkojnë mirë. Sigurohen që kur do që të shkojnë... Vjetë që saj nuk në real, on fija apo marrin me nditje, se dikush po thotë po marrin, dikush po thotë s'po marrin. Valla, une po ish politikan të e kritiku këtë situatë dhe po thojnë që marrin më ditje. Tash në shta dikush edin më saktësisht, po edhe nëse se marrin të plot, tash paramendoj 21 seanca. Nëse di gjatë vitit, kështu gjatë, jo gjatë vitit, po gjatë muajit, në një muaj standard, kështu kur qeveria është e formuar, sa herë mblidhet kuvendi, sa herë brenda muajit marrin më ditje. Jo, ma shumë se 4 herë. E tash paramendoj 21 herë. Edhe komisionet mblidhen ma shpesh, kështu që nuk e di saktë. Tash paramendoj, okej, 21 herë. Që ka vullnat që nuk janë. Edhe nëse se marrin 200 euro qenë ka më ditja plot, nuk e kom ditë sa është më ditja, edhe nëse se marrin të plot, tash po i bjen e hane po e martë e jo të mërkurën, të premtën, okej të djelen her po her jo, po tash paramendoj brenda javës 4 dit me mbajt seanca. Kur gjithë po bojmë, veç po hinë aty... Lës naftëm, po dhët Armendja pagujnë. Po hinë aty, po dalin, së që veç po du të marrën në Prishtinë, do të mënë që e taksirati për ta, që nuk jetojnë në Prishtinë, ose që si jetojnë në Kosovë. Dështa. Ka dhe asë që të këshyrim të vesim që GPT-na përdin sa seanca kam bajtur kuvendi i Kosovës në vitin 2024. Hajde. A din më në me gjithë këto qatë GPT-a jo? Po se di na kemi donat me 2024 kuvendi i Kosovës kam bajtur një numër të konsiderueshëm seanca plenare duke përfshirë seanca të rregullta të jashtëzakonshme dhe të veçanta. Megjithatë, informacioni saktë mbi numrin total të seancave të mbatura gjatë këtij viti nuk është i disponueshëm në burimet publike të konsultuara. S'pas kemi burimet konsultume, të më thonë sa seanca janë mbajt, ChatGPT-a s'më mundet me gjetë në internet për seanca. I ka lyp krejt, ka hitë e kuvendi i Kosovës, të kalzo.com, të A2 News, të Kosev, të Frontline, të Shqiptarja, të Dosja. Si jemi shumë popull që i përdorim sistemet digitale, edhe të dhanave, edhe të statistikave. Mdo këtë kemi qef me folë për statistikave që kështu në ajer. Spedim apo marim me ditje, sakt, spedim kështu, spedim ashtu, që që hullumtojmë na edhe pak të një shojmë.